Përshëndetje. Ti je prindi një adoleshenti, sot është të luash sha me një kundërshtar që ndryshon lojën çdo 5 minuta. S'është lojë shau, jo. Nganjëherë bëhet dhe ping-pong. Po ti ri në lëvizje të kalit në dorë pa kuptuar se ç'lojë do të bëjë ai, ku do të hapet ai. Megjithatë, ne grindemi me fëmijët tanë adoleshent. Po pse grindemi? A janë ata më të ndjeshëm, më kokfort, më të paqëndrueshëm emocionalisht nga që kemi qenë ne? Apo ne prindrit? Jemi ngurtësuar dhe ngatrojmë gjërat si në rrjetet sociale, me demon që i kanë rrëmbyer fëmijët tanë e të tjera, fantazi të tilla. Ka një sër faktorësh psikologjik që ndikojnë në këtë përplasje brezash, por fillimisht duhet të kuptojmë një të vërtetë të pakëndshme. Adoleshenca është periudha më e paqëndrueshme dhe më e rëndësishme e formimit të identitetit dhe për këtë arsye ata kanë nevojë për përvojë, të rebelohen, të distancohen. Në thelb ata kanë nevojë të kuptojnë kush janë jashtë teje si prind. Kush je ti për adoleshentin tënd? Një mendim i një 15 vjeçari thotë se prindi është një figurë shumë komplekse. Njëkohësisht burim i ushqimit, parave, bezdisjes, edhe ndalimeve. Ti thua mos ri në telefon, dhe ai ose ajo mendon se je një neandertal digital. Ti sugjeron të dalë për vrap. Ai apo ajo mendon se ti e detyron të bëhet fshatar. Ky lloj tensioni nuk është gjithmonë shenjë një marrëdhënie të dështuar. Në fakt është një pjesë normale e zhvillimit psikologjik. Por nëse e lëm të përshkallëzohet, grindja bëhet mënyra e vetme e komunikimit. Po pse nuk kuptohemi dot me ta? Ata janë në një proces të ndërlikuar biologjik. Truri i tyre nuk është formuar plotësisht. Pjesa e trurit që kontrollon impulsivitetin, planifikimin dhe parashikimin e pasojave, korteksi parafrontal, zhvillohet deri në moshën 25 vjeçare. Hormonit që luajnë tango brenda trupit të tyre ndikojnë drejt për drejt në emocionet e vetbesimit dhe të reagimit. Ata e kanë realitetin e tyre dhe janë online me të. Nëse fëmia yt mëson më shumë nga TikToku se sa nga ti, nuk është sepse je prind i keq, jo. Është sepse rrjetet sociale i flasin në një gjuhë që ti nuk e flet. I flasin shpejt, vizualisht, me humor dhe me përjashtime të rrepta për çdo që nuk përshtatet. Kultura digjitale krijon një lloj edukimi paralel ku vlerat, stili, shihet dhe qasjet formohen me një komunitet anonim, por shumë i pranishëm. Komunikimi shpesh është një monolog i stërzgjatur. Prindrit flasin, adoleshentët rrotullojnë syt. Dhe herën tjetër as nuk e hapin më bisedën. Pse? Sepse nuk ndihen të dëgjuar, vetëm të predikuar. Po si ta shmangin grindjen? E para që do thosha është ndalo të provuarit të fitosh mbi çdo debat. Kur një adoleshent thotë, nuk më intereson çfarë thua, dhe ti përgjigjesh, ti s'ke respekt për mua, përplasja është e sigurt. Mos e bëj bisedën për vete. Jep hapësirë të shprehet, pa e ndërprer, pa i dhënë leksione menjëherë. E dyta do thosha, më shumë dëgjim, më pak reagim. Kur një adoleshent të rrëfen diçka, madje edhe një gabim, mos e ndërto reagimin me frikë apo zhgënjim. Dëgjoje pa e ndërprer, dhe nëse do ta ndihmosh, pyete si do të doj ndihmën tënde, në vend që t'ja imponosh atë. 3. Krijo rituale të vogla lidhjeje. Jo çdo marrëdhënie ndërtohet me biseda të thella. Shpesh ato ndërtohen edhe duke parë një serial bashkë, duke bërë një shëtitje, pa telefon sigurisht, apo duke gatuar diçka, diçka jo serioze. Lidhja efektive shmang grindjet, më mirë se të rregullohet. E katërta do thoja, prano se nuk je gjithmonë i përditësuar, nuk i di të gjitha. Po, rrjetet sociale ndikojnë shumë, por nuk janë gjithmonë armik. Pse mos ti kërkosh që të tregoj çfarë ndjek,
Çfarë frymëzon atë? Çfarë shqetëson online? Nuk është gjithçka idiotësia. Disa gjëra do të befasojnë dhe do të duket e çuditshme. Të tjera do të konfirmojnë dyshimet e tua, por më mirë ti dish se sa ti shpikësh nga mendja jote. E pesta, zgjidh betejat e dukura. Jo çdo jo është betejë për jetën. Ti po vë buskuq? E ke veshur bluzën për sprafti? Çike këto balluket ti? Ç'është ky gjel? Jo çdo eksperiment i adoleshencës është alarm. Lere ti jetë vetvetja në mënyrë të kontrolluar dhe ruaj energjinë dhe kufit realisht të rëndësishëm. Mirë, dakord këto, po çfarë po shkon keq? Në shumë raste, prindrit mendojnë se janë të ngarkuar me detyrën për ta formuar fëmijën me imazhin e tyre më të mirë, por harrojnë që fëmia është qenie më vete, jo kopje me letër karboni. Për më tepër, shumë prindër janë të lodhur, të stresuar dhe me ndjenja faj, prandaj e teprojnë ose me kontrollin ose dhe me tolerimin. Të dyja janë ekstreme që sjellin grindje. Në realitet, fëmijët nuk duan prindrit perfekt, duan prindër të qëndrueshëm emocionalisht, të vërtet që nuk friksohen nga ndjenja e pafuqisë her pas here. Vjen dhe ajo pyetja, a jemi kot? Mos po i edukon TikToku? Jo, nuk jemi kot. Por nuk mjafton me që të jemi vetëm burim urdhrash. Duhet të jemi më të përfshirë, jo kontrollues për të interesuar, të jemi të pranishëm në botën e tyre, pa u përpjekur të bëhemi shok, por pa qenë as armiq. Po, rrjetet sociale, TikToku, YouTube, Instagrami kanë ndikim të madh. Ti je ende më i rëndësishëm se sa mendon dhe kur ata s'tjapin asnjë shenjë që po të dëgjojnë. Ata mbajnë mend çdo gjë. Dhe mënyrë si u fole, si i përqafove, si i le të gabojnë dhe si nuk i braktise. Dhe së fundi do të thosha, mos e shiko grindjen si diçka armiqësore. Është një alarm komunikimi. Pyet veten, çfarë po më thot me këtë sjellje që nuk po më thot dot me fjalë? Dhe pastaj bëu përkthyes i heshtjeve të adoleshentëve, jo shumë gjykatës i gabimeve. Në fund të fundit të rritësh një adoleshent është një akt dashurie, më shumë durim, ironi të shëndetshme dhe ndonjëherë me veshje dëgjojnë më shumë se sa një gojë që flet. Miq, këto do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që unë her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.